Mirëmbrëma të nderuar shikues. Vetëm disa orë na ndajnë nga hapja e kutive të votimit, ku shtetasit të Republikës së Kosovës do të kenë mundësi që nga ora 7 deri në orën 19 të hedhin votën e tyre. Në këtë proces, ata do të mund të zgjedhin kryetarët e komunave të vendit e gjithashtu edhe anëtarët e kuvendeve komunale. Përgjatë 30 ditëve të fushatës, qytetarët patën mundësi që të njihen me programet dhe planet e kandidateve për kryetar komunash nga partitë të ndryshme politike dhe iniciativa qytetare. E sot ishte dita e fundit e fushatës elektorale për zgjedhjet lokale të 12 tetorit, ku të përmbledhura disa nga aktivitetet partijake do t'i sillim në kuadër të edicionit informativ special të kronikës zgjedhore. Lëvizja vetëvendosje përmbylli fushatën elektorale në Prishtinë. Kryetari i kësaj partie Albin Kurti tha se tashmë ka ardhur koha që kryeqyteti të funksionojë si duhet. E kjo tha se do të ndodhë nëse për kryetar qytetarët të votojnë kandidatin Hajrullah Çeku. Ndërkohë Çeku shpreh se me të në krye të kryeqytetit do të realizohen shumë projekte në shëndetësi e arsim. Lëvizja vetëvendosje përmbylli fushatën elektorale 30 ditore në Prishtinë. Kryetari i kësaj partie Albin Kurti kërkoi mbështetjen e kryeqytetasëve që ta votojnë kandidatin Hajrullah Çeku për kryetar të komunës. Ai tha se kryeqendrës së Kosovës si duhet një njeri i përkushtuar, punëtore me vizion. Do të jetë një kryetar që i pëlqen, do të jetë një kryetar i cili mendon çfarë po thoni, dhe do të jetë një kryetar i cili ato çfarë ju ja thoni i shndron në pjesë të asaj çfarë ai vetë mendon, thot dhe bën më pastaj. Kandidati i lëvizjes vetëvendosje për kryetar të Prishtinës Hajrullah Çeku, duke ftuar qytetarët ta votojnë, tha se partia të cilës i takon ka një plan të qartë për zhvillimin e qëndrueshëm të Prishtinës. Ne duam një Prishtinë që i transformon të gjitha lagjet, ku çdo shërbim është në distancë të ecjes, shkolla, qerdhe, mjekësia familjare dhe të gjitha në distancë të ecjes. Drejtuesit e lëvizjes vetëvendosje në këtë tubim mes tjerash thanë se Çeku është mundësia e garancia që qytetarët të bënë bashkëpjesëmarrës në qeverisje dhe vendimmarrje në kryeqytet. Në Mitrovicën e Jugut do të ndërtohen ura e qytetit, do të rikthehet qarshia e vjetër. Këto ishin vetëm disa nga premtimet elektorale që u thanë sot në tubimin e lëvizjes vetëvendosje. Kryetari i kësaj partie Albin Kurti u shpreh se me Faton Pecin si kryetar, kjo komunë do të përjetojë zhvillim në bujqësie për krahje për bizneset e vogla. Kurse Peci tha se hapësirat e gjelbra e parkingjet e reja do të jenë vetëm disa nga projektet që do të realizohen. Në tubimin përmbyllës të lëvizjes vetëvendosje në Mitrovicën e Jugut, kryetari i kësaj partie Albin Kurti e cilësoi Faton Pecin, kandidatin për kryetar komune, si personin e duhur për zhvillim të këtij qyteti. Me ekonomi lokale të fortë, me përkraje për bujqësinë, për ndërmarrje të vogla të mesme, që vazhdimisht rriten për të rinjt që duan të ndërtojnë të ardhmen këtu në Mitrovicë, në Kosovë, në Shqiptari e jo jashtë. Do të përfundojmë së bashku spitalin e Mitrovicës, do të përfundojmë së bashku stadiumin Adem Jashari, që do të jetë ndër më modernët në rajon. Do të ruajmë e zhvillojmë e do të investojmë në treqë. Zhvillimi qëndrueshëm ekonomik lokal, qytet i gjelbërt i pastër dhe funksional, qytet i mundësive të barabarta për zhvillim dhe punësim. Do të mbështesim ndërmarrjet e mesme dhe të vogla, do të krijojmë një pikë kontakti për investime nga mërgata dhe do të themelojmë një fond të përvitshëm për subvencionimin e biznesave të reja. Rikthimi i qarshisë së vjetër dhe parkingjet të reja, gjelbrimi i hapësirave publike, mbrojtja dhe pastrimi i lumenjve, kthimi i oazave ujore dhe mbrojtja e mjedisit e diversitetit ishin disa nga premtime tjera të vetëvendosjes në tubimin përmbyllës të fushatës elektorale në Mitrovicë. Projekte të mëdha e presim po dujevën, kështu deklaroi kryetari i lëvizjes vetëvendosje Albin Kurti në ditën e fundit të fushatës elektorale në këtë qytet, duke kërkuar edhe njëherë votën për Shpejtim Bulliqin, kandidatin e kësaj partie për kryetar komune.
E ky fundit tha se është krenar me qeverisjen e deritanishme të tij, prandaj i kërkoi besimin e qytetarëve edhe për një mandat. Kryetari i Lëvizjes Vetëvendosje Albin Kurti në ditën e fundit të fushatës qëndroi në Podujev, ku kërkoi nga llapjanët vot për kandidatin për kryetar Shpejtim Bulliqi, edhe për një mandat qeverisës. Kurti tha se me Bulliqin kryetar, Podujevën e presin projekte të mëdha e të prekshme që do të përmirësojnë jetën e qytetarëve. Implanti i ujrave të zeza është një investim që do të ndryshoj përgjithmonë cilësinë e jetës në qytet dhe në fshatra. Ngrohtoria qendrore e qytetit do t'ju sjellë qytetarëve ngrohtësi ndimër dhe ajër të pastër gjatë gjithë vitit. Furnizimi 24 orë me ujë pishëm për çdo shtëpi. Ndërsa kandidati për kryetar të Podujevës, Shpejtim Bulliqi, tha se është krenar për qeverisjen e deritanishme, derisa kërkoi besim edhe për një mandat tjetër në krye të komunës. Kjo nuk është garë për një individ, por për të ardhmen e fëmijëve tanë, për shkollat ku mësojnë, për parqet ku luajnë, për qytetin ku do të jetojnë. Unë kërkoj mbështetjen për fjalët e bukura, por për punët që kemi nisur bashkë. Premtimet i merrera, por veprat mbesin këtu. Në Podujev Vetëvendosje garon në koalicion me listën guxo me 39 kandidat për asamblenë komunale. Partia Demokratike e Kosovës, duke përmbyllur fushatën elektorale në Drenas, tha se me zgjedhjen e Petrit Hajdarit, kandidatit për kryetar të kësaj komune, do të fillojë një kapitull i ri. Kryetari i këtij subjekti politik Memli Krasniqi u shpreh se ky kapitull do të jetë ai punës dhe i projekteve të mëdha. Kandidati për kryetar Petrit Hajdari u zotua se do të shërbejë bashkëqytetarëve me përgjegjësi e respekt. Me fotografit e ish themeluesve e drejtuesve të Partisë Demokratike të Kosovës në balë të sallës, Hashim Thaçit, Kadri Veselit e Jakub Krasniqit, e me pjesë nga fjalimet në momentet më të veçanta të karrierës së tyre politike, u mbajt mbrëm në Drenas tubimi përmbylljes elektoral i kësaj partie. Kryetari i këtij subjekti politik Memli Krasniqi tha se nuk do të dëshironte të ishte në asnjë vend tjetër më shumë se sa në Drenicë, pikërisht në 26 vjetorin e themelimit të PDK-s. Në çdo garë, në çdo kthes të madhe, Drenasi ka qëndruar si flamur, i drejt, i fort, i palëkundur, i përbetuar me besë. Prandaj, e ndjej që t'ju falenderoj nga zemra për këtë besnikëri tuajën të vazhdueshme të përhershme. Ai kërkoi që qytetarët e Drenasit të jenë së bashku edhe nesër duke votuar kandidatin e kësaj partie për kryetar komune Petrit Hajdarin, duke qenë i bindur se kështu do të hapet një kapitull i ri. PDK e Drenasit është e juja, është e qytetarëve të ndershëm që asnjëherë nuk ja kanë kthy shpinën Partisë Demokratike të Kosovës. Kandidati i PDK-s për kryetar të Drenasit, Petrit Hajdari, tha se kjo komunë është shtëpi e përbashkët, e cila sipas tij është vetëm një ditë larg qeverisë së re. Këtu është shtëpia e madhe e Partisë Demokratike të Kosovës, partisë që ka shkruar historinë moderne të vendit tonë. Hajdari tha se i di problemet e banorëve të kësaj komune, por sipas tij, Drenasi ka nevojë për njerëz që e duan me shpirt këtë vend. Kemi qenë dje, jemi sot, do jemi nesër, gjithmonë në shërbim të popullit, gjithmonë me drejtësinë, me zemër dhe me vepër. Kandidati i PDK-s për kryetar të Drenasit, Petrit Hajdari, u zotua se do të shërbejë qytetarëve me përgjegjësi e respekt. Ditën e fundit të fushatës elektorale Uran Ismaili, kandidati i PDK-s për kryetar të Prishtinës, zodhi ta kalojë me qytetarë nga lagjet të ndryshme të kryeqytetit. Me ta i foli për planet që ofron për Prishtinën e që sipas tij janë të realizueshme dhe që do të përfundojnë brenda mandatit të tij 4 vjeçar.
Kandidati për kryetar të Prishtinës nga Partia Demokratike e Kosovës, Urani Ismaili, vizitoi lagje të ndryshme të kryeqytetit. Në ditën e fundit të fushatës elektorale, banorëve të lagjes Dardania u tha se premton vetëm ato që do t'i realizoj brenda një mandati. Kemi orë në lagjet shumë të Prishtinës, pikërisht për shkak se edhe këtë programi jonë ka qenë orientum ashtu. Ka qenë orientum që të bëjë zgjidhje për problemet e banorëve, zgjidhje për konkrete, reale, të cilat mund të realizu brenda një mandati, zgjidhje të cilat përmirësojnë jetën e qytetarëve në lagje, i zgjidhin problemet nëpër lagje. Ismaili fol edhe për problemet e tjera si mbeturinat, qend e ndacak e hapësirat publike, të cilat me të si kryetar tha se do të gjejnë shumë shpejt zgjidhje. Njerëzit e kanë vënë një shpresë të madhe te ne, na u kanë përgjigj me shpresë, na u kanë përgjigj me besim. Kjo na ka dhënë përgjegjësi normal, mirë po në anën tjetër ajo që na ka bashkuar shumë ka qenë që edhe unë, edhe programi jonë, edhe ekipi jonë i kemi pas zgjidhje konkrete për lagjet. Pra, ju kemi treguar që Prishtinën do ta bëjmë pastër, ju kemi treguar që trafikun do ta rregullojmë për 18 muaj, ju kemi treguar që asnjë hapësirë publike, asnjë rrugë nuk do të mbetet e pandriçuar. Ju kemi treguar që qendët ndacak do të largohen herë për gjithmonë nga rrugët e Prishtinës. Kandidati i PD-s për kryetar të Prishtinës tha se programi që ofron për kryeqytetasit është pragmatik dhe realizimi i tij do të përmirësojë jetesën e tyre. Gjitha këto janë zgjidhjet tona konkrete që i kemi bërë për Prishtinën, e kemi bërë për lagjet, sot jemi tash në Dardani, kemi qenë më herët në shumë lagjet, vazhdojmë lagje tjera. Pra ajo që ka mund me prit qytetarin nga ne është që programin ton kanë me pa si diçka që ja u përmirëson jetën, si diçka që është i realizueshëm, është pragmatik, mundet më realizu brenda 4 viteve, edhe kemi buxhetin për krejt atë program. Përveç disa lagje në qendër të Prishtinës, Ismaili vizitoi edhe atë të Kodrës së Trimave, ku takoi qytetarë të cilëve u kërkoi besimin me votë me 12 tetor. Ditën e fundit e fushatës elektorale, Lidhja Demokratike e Kosovës është frytëzoi që të mbajë tubim në fushë Kosovë, ku të pranishëm ishin edhe banorë të disa fshatrave përreth. Kandidati për kryetar të kësaj komune, Besnik Osmani, tha se ky qytet çdo vit e më shumë po zhvillohet dhe se projektet e tjera që do të realizohen në qeverisjen e tij do të transformojnë edhe me tej këtë komunë. Lidhja Demokratike e Kosovës e ka përmbyllur fushatën elektorale për zgjedhjet e nesërme lokale, me një tubim me qytetar të fushë Kosovës e fshatrave, Slatin, Harilaç e Hend. Besnik Osmani, kandidati i kësaj partie për kryetar të fushë Kosovës, tha se nën qeverisjen e LDK-s, kjo komunë ka përjetuar zhvillim të madh. Ai tha se fushë Kosova është bërë qendër e madhe urbane dhe qytet i cili është zhvilluar. Përveç kësaj, me projektet që ofron Osmani, u shpreh se fushë Kosova do të vazhdojë të urbanizohet e rritet si një qendër e rëndësishme. Shkencëtar, e luftar, profesor, e çka do ju tjetër, po përveç tjerash është kjo varësi lokale me këti fshatra që nuk di që ka tolerancë e respekt më të madh për njëri tjetrin, se sa që e gjen Hens, Harilaç e Slatin të madhe e fshatrat e tjera të komunës së fushë Kosovës. Prandaj natyrisht që kjo është edhe një arsye më shumë se unë kam pranuar me qenë kandidat për kryetar komune në komunën e fushë Kosovës. Ditën e fundit burimi natyrisht po e na lën një trashëgimi shumë të madhe. A ka trashëgimi më të madhe se me kanë vetëm komunë që merr prej 11.000 e bën me 65.000 banor? A ka trashëgimi më të madhe se me rrit me njerëz? A ka trashëgimi më të madhe se për dëshitorëve të vogla e kooperativave që i ka gjetë kur e ka marrë pushtetin me ardhë sot edhe me na lanë komunën e 6 me numrin e bizneseve, edhe para Mitrovicës, edhe para Gjilanit, e të mos flasim për këto komunat e mesme. Në prani të banorëve të fushë Kosovës dhe rrethinës së saj, kandidati për kryetar të komunës nga LDK-ja premtoi realizim të projekteve në mënyrë të veçantë për këto fshatra dhe të tjerat, duke shtuar se një nga prioritetet do të jetë turizmi. Prandaj ai edhe kërkoi përkrahjen e tyre. Në Slatin të madhe, ajo që është urgjente, natyrisht është qerdhja, natyrisht është fusha e sportit, natyrisht është ai bërllogu që të me të hek atje për mi mahallën e seferëve me u pastru, natyrisht janë investimet e tjera në ambient.
Natyrisht që do të punojmë shumë në brezin e pishave, natyrisht që do të punojmë shumë në kodën e Goleshit, se na ka thonë Zoti, edhe ekspertët francez ka thonë që është një nga zonat më të mira të turizmit, që nuk e gjen jo vetëm Kosovë, po nuk e gjen në shumë vende në Ballkanin perëndimor për sportet ekstreme, dhe po do të investojnë aty, dhe po turizmi ndër vendet më turistike. Mas 3-4 vjetë do të keni kodën e Goleshit, do të keni kodën e Qavicës, edhe do të keni pishat dhe Slatinit zvogël. Duke u dëshiruar mirëseardhje në Fushë Kosovë, të gjithë qytetarëve të komunave të tjera që duan të jetojnë në këtë qytet, Osmani tha se bashkë me ardhjen e tyre, edhe Fushë Kosova po zhvillohet ekonomikisht. Në këtë ubim elektoral, u tha se LDK-ja e ka brezin e ri të përgatitur, derisa u prezantuan edhe kandidatët për kuvendin e komunës së Fushë Kosovës nga kjo parti. Gjakova ka ndryshuar për të mirë, por me projektet e tjera do të ndryshoj edhe më tepër. Kështu shprehen në tubim përmbylljes të fushatës elektorale drejtues të Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës. Kryetari i kësaj partie Ramush Haradinaj tha se Gjakova është shembull i qeverisjes së mirë, kurse Ardian Gjini, që garon edhe për një mandat si kryetari i kësaj komune, paraqiti disa nga projektet për të cilat tha se do t'i realizojë në mandatin e ri. Gjatë tubimit përmbyllës në Gjakov, kryetari i Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, Ramush Haradinaj, tha se ky qytet dhe kjo komunë në përgjithësi në udhëheqjen e kryetarit Ardian Gjini ka përjetuar transformime të mëdha, të cilat sipas tij do të vazhdojnë edhe në 4 vitet e ardhshme. Unë jam habit fare me sukseset e arritura në Gjakov nga Ardiani. Besoni që jam habit. Çdo projekt që e ka fillu, që e ka projektu, që e ka pas në vizion, e ka ditë që do të ndohë. Ka qenë pak e vështirë me e konceptu çështjen e stadionit, që e një projekt i madh, edhe nuk ka qenë i mbështetur. Në etapën e parë hiç i pegum. Megjithatë, ja sot, po shene që po krihet kjo vepër kaq e mirë, edhe i uroj sportistët e Gjakovës, jo vetëm vllaznimin që na ka bërë krenar gjithë. E jemi krenu edhe me dresat e tyre kuqëzi, po të gjithë garues, të gjithë sportistët. Ai theksoi se Gjakova është shembull i zhvillimit dhe i qeverisjes së mirë, fal punës së kryetarit Gjini dhe ekipit e tij, për të cilin tha se me zemër e do Gjakovën. Kam ri me dëgju për Gjakovën e patriotëve, e atyre që i thanë jo gjithë pushtuesve, dhe atë jo vetëm dekada, por në shekuj. Për Gjakovën e intelektualve, e dietarëve të shumë, për Gjakovën e sportistëve, për Gjakovën e njerëzve të vyshëm, e të ndershëm. Edhe muj me thonë Gjakovë, të gjitha këto vlera, t'juja, i paraqet mënyrën më të mirë, kryetari juaj Ardian Gjini, i bashkon këto vlera. I bashkon vlerat e juja, sukseset e juja, të arriturat e juja, sepse ai vërtet, ashtu si tha, është i juaj dhe ju don me zemër dhe ju don sinqert. Është e vërtet se Ardian Gjini, me cilin veç jam rrit politikisht, se jemi bashkë që nga pas lufta, kemi qenë bashkë edhe në luftë. Vërtet e don Gjakovën, e don Kosovën, e don kombin shqiptar me zemër, e don për dit, e don me dije, e don me vizion, dhe e don me punë. Kandidati i AK-s për kryetar të Gjakovës, Ardian Gjini, i cili garon edhe për një mandat të ri në krye të kësaj komune, u shpreh se mandati i kaluar ishte karakterizuar nga realizimi i projekteve konkrete që kanë përmirësuar jetën e qytetarëve. Ai premtoi edhe shumë të tjera, zhvillim dhe investime. Du me ju tregu pak që na pret në 4 vitet që vijnë, edhe mos me zgjatë shumë. I keni 4 kapituj në programin tonë, për pos punëve të përditshme që duhet me u kry, punë që duhet me u kry. I keni konceptin e 3 lumejve dhe të liqenit, që është i vetmi në Ballkan, edhe është të u kry. Diku 60% punëve në kry. E kemi konceptin
e trajtimit ujnave të zeza dhe kanalizimeve në fshatra që ka me marë buxhetin më të madh për 4 vitet që vinë, po që është projekt i jashtëzakonshëm, se na jemi të partë që e kemë afru me pas kujt pijes në secilin familje. Kërkush nuk e ka në Kosovë, as në komunë, as në Shqipëri, as në vendet fqinje. Veç në Gjakov, kemë me rregullu komplet transportin publik, kemë me kalu në fazën e qytetit mençur. Bi që kemë bo hapat e parë, jemi avangard, po kemë me përfundu. Gjini shtoj se ekipi i tij është i përkushtuar të vazhdoj punën me projekte që prekin çdo lagje, çdo fshat dhe çdo qytetar të Gjakovës. Ramiz Ladrovci nga iniciativa për drenasin kampioni, cili garon për kryetar të kësaj komune, përmbylli sot fushatën elektorale. Duke bërë thirrje që nesër të gjithë të dalin për të votuar, ai premtoi se me qeverisin e tij drenasi do të shndrohet në qendër të investimeve ekonomike. Kandidati për kryetar të drenasit Ramiz Ladrovci e ka përmbyllur fushatën elektorale me falënderim për përkrahjen që banorët e kësaj komune i kanë dhënë atij përgjatë 30 ditëve të kaluara. Në ditën e fundit të kësaj fushate, banorëve të drenasit, Ladrovci, i cili garon me iniciativen për drenasin kampion, u bëri thirrje që nesër të gjithë ta shfrytëzojnë të drejtën e votës. Sipas tij, vetëm bashkë mund ta bëjnë drenasin kampion. Drenosi është zemra e Kosovës, Drenosi është puaj, nga të kalon fryma, kundër këndazve e vendeve të të gjitha lojeve, në Drenas, ku përhajt puaj, ushtria është tindore e Kosovës, shkrepit kundër okupatorit sekullor. Jemi të të përmyllë, ditën kërdohet të drejta nga patrejta, e vërteta nga pavarteta. Ladrovci u shpreh bindur se qeverisja e drenasit do të mbetet me fuqinë e njëjtë të suksesit edhe për 4 vitet e ardhshme. Qytetarët e Drenasit, nesër do t'i thënë, po vazhdimi qeverisjes mirë, do t'i thënë, po vazhdimi barazis paralitit, do t'i thënë, po vazhdimi barazis gjinore, do t'i thënë, po vazhdimi projekteve që përmirësojnë cilësinë e jetës tuaj. Qytetarët dashur, për këto 30 vjet, shtëpi për shtëpi, lagje për lagje, dorë për dorë, kemi përfil mesazhin për të drenasin kampion. Kandidati për kryetar të drenasit Ramiz Ladrovci premtoi se për 4 vitet e ardhshme kësaj komune do t'i shtohen bizneset, për të cilat tha se do të ndikojnë në mirëqenjen e jetës së banorëve. I bindur se institucionet të drejtësisë në vend kanë kryer shkeljet e ligjit në raport me të, si kandidat i pavarur për antar të Kuvendit Komunal të Ferizajt, Bashkim Fazliu tha se javën që vjen do t'i dërgojnë një kërkesë presidentit së Republikës. Kërkesa e tij do të jetë për shkarkimin e gjyqtarit apo gjyqtarëve përgjegjës të gjykatës kushtetuese për mospërfillje të rënd të detyrave. Kjo pasi ai është ankuar se në pletvotime për antar të Kuvendit Komunal në Ferizaj, vetëm emri i tij është shkruar me shkronja të vogla, kurse pavarësisht ankesës në kushtetuese, ajo nuk ka marrë asnjë vendim. I paknaqur duke e quajtur absurditet që vetëm emri i tij në fletën e votimit për kandidatet për Kuvendin Komunal të Ferizajt është me shkronja të vogla, Bashkim Fazliu, i cili garon si i pavarur për një ulse në këtë institucion lokal, ankohet se kishte kërkuar nga Komisioni Qendror i Zgjedhjeve që kjo të ndryshohet. Është një çështje teknik që realizohet, kam kërkuar më një nga KQZ-ja, me intervenu, me realizu ata, nuk kanë pranuar, megjithëse kam besuar që do të më konë një format. Fazliu deklaron i bindur se ka gjetur bazën ligjore dhe është ankuar lidhur me këtë, por sipas tij nuk ka pasur ndonjë ndryshim. Jam ankuar në BZAP, jam ankuar pastaj BZAP e ka refuzuar se s'ka pas nuk ka qenë e parashikuar. Para më arsye pse kanë refuzuar, se kanë thonë nuk është e parashikuar që mund është mu ankuti për fletëve tem. Vendim me sqarim të njëjtë sikurse paneli zgjedhor për ankesa e parashtresa ka dhënë edhe Gjykata Supreme, kurse Fazliu thotë se i është drejtuar edhe Gjykatës Kushtetuese. E paralelisht ka bërë ankesë edhe për ndarjen jo të barabartë e antarëve të komisionerëve. Para mendo
PZAP-ja, apo Gjykata Supreme, qaq gjyqtar dëbët, ja tham kështu në sy në gojë, qaq gjyqtar ka dëbë në Gjykatën Supreme, sa që ma kanë shkru, që masi ti nuk je i regjistru në KQZ, edhe si e certifikum nuk ta kanë asnjë vend. Do të thonë, unë kandidat i certifikum nga KQZ-ja, gjyqtari thot nuk je i certifikum, veç imagjino çfarë shkelje. Tash unë kam dërguar në Gjykatën Kushtetuese në bazë të ligjit. Pas kësaj, Fazliu thot se 2 ankesat në Gjykatën Kushtetuese i ka dërguar me 21-22 shtator dhe deri këtë javë nuk ka marrë asnjë përgjigje, duke pretenduar se edhe vetë kushtetuesja ka bërë shkelje të ligjit për Gjykatën Kushtetuese. Ai thot se sipas ligjit, lëndët që kanë të bëjnë në zgjedhje kanë prioritet. Thot se edhe këtë javë i ka bërë kërkesë shtesë Gjykatës Kushtetuese dhe se çdo vendim pas 12 tetorit për të nuk do të ketë asnjë efekt. I kam paralajmëruar që nëse këta nuk marrin vendim, atëherë unë do të përdor gjitha mjetet politike, demokratike dhe ligjore për mu anku të ta. Ajo që është më rëndësi edhe për opinionin, do të jetë hera e parë, sipas informatat mia, që do të kërkoj direkt nga presidentja e vendit, bazuar në nenin 118 të Kushtetutës së Republikës Kosovës, do të kërkoj shkarkimin e gjyqtarit ose gjyqtarëve përgjegjës të Gjykatës Kushtetuese për shkruan të qartë për mos përfillje të rënd të detyrave. Për arsye se për shkak të mos veprimit të tyre, kjo lanë se janë mësu gjykata me mos veprim ju mu parashtru. Tash njëjtën logjike kam përdor edhe për një lëndë që i çdosh mu kry më herët për shkak afatit të Fazliu tha se është i bindur se gjatë javës së ardhshme një kërkesë të tillë do ta dërgojë tek Presidentja e Republikës. Ai tha se anëtarët e Gjykatës Kushtetuese janë gardianët e Kushtetutës, por që në rastin e tij pretendon se kanë bërë shkelje të saj. Gjykata Kushtetuese ka shkel nenin 31 të Kushtetutës. Të nderuar shikues, para se të ndahemi, u njoftojmë se Radio Televizioni Kosovës nesër nga ora 7 deri në orën 24 do të ndjek nga çdo pjesë e Kosovës procesin e votimit për zgjedhjet lokale. Ekipet e RTK-s do të jenë në komunat e vendit për të sjellë në kohë reale të gjithë ecurin, kurse në studio do të ketë debat dhe analiza të ndryshme për këtë proces. Ekipi realizues i kronikës zgjedhore ju falenderon për vëmendjen tuaj. Mirupafshim.